Instituti Yunus Emre në bashkëpunim me OJC-ritëm, si dhe me mbështetje të API Qarqisë, para një audiencë të madhe kanë organizuar një koncert i cili ka tërhequr vëmendjen e shumë dashamirëve të muzikës, koncerti Ritmi i Miqësisë dhe Paqes. Fillimisht të pranishmit për këtë koncert të organizuar ka folur drejtori i Institutit Yunus Emre, Ramazan Yilmaz, i cili ka theksuar se ky është një event mjaft i qelluar për të nderuar këngëtarin tani të ndjer Barış. Bu konser tabii rahmetli Barış Manço'nun hatırasına tertip edilen bir konser bir tarafıyla. Ağırlıklı olarak Barış Manço eserlerinden, herkesin dilinde pelesenk olmuş eserlerden oluşan bir konser. Bu da tabii ki hem rahmetli Barış Manço'yu hatırlamak, hem buradaki gençlerimize sahne fırsatı vermek, onları da geleceğe hazırlamak adına yapılan bir konser. Ciddi katılım var, ciddi ilgi var. O yüzden memnuniyet verici tabii. Ortaklarımızla bu anlamda güzel bir konser inşallah icra edeceğimizi düşünüyoruz. Ku një nga pjesët më të shquara të koncertit ishte repertuari përgatitur në kujtim të Barış Manço, emër i paharrueshëm i muzikës rock. Artistët e rinj përcollon mesazhet e artistit për miqësi, paqe, dashuri dhe vllazëri për audiencën, duke interpretuar veprat e njohura të Barış Manço. Dhe të rinjat shprehan talentin e tyre përmes muzikës dhe ishte një kënaqësi e madhe kur dëgjon këta të rinj me këtë paraqitje mjaft të mirë. Në koncertin në drejtimin e këngëtarit Tolga Kazaz, talentët e rinj nga komunitetet të ndryshme që jetojnë në Prizren ndanë të njëjtën skenë dhe dhuruan një festë muzikore të paharrueshme për publikun. Talentët e rinj nga komunitetet të ndryshme Andra Bakiqi, Barut Kirle, Bera Kurmemal, Buna Bobaj, Dena Potori, Ela Kazaz, Gjilias Bushati, Hyrije Bekaj, Jon Kërmizaj, Mohamed Alebajro, Mohamed Shatri dhe Sina Grazhda, bashkë në të njëjtën skenë dhanë një mesazh miqësie dhe vllazërie. Ve API Çarşıyan'ın işbirliği sayesinde Türkiye'de biliyorsunuz ki Barış Manço'nun yılı ilan edildi. Barış Manço'yu anma yılı ilan edildi. Onun sayesinde biz de Prizren'de bir tane Barış Manço'yu anma konseri düzenliyoruz. Konserimiz 3 dilde düzenlenecektir. Arnavutça, Türkçe ve İngilizce dilinde şarkılar hazırladık. Tabii ki de Barış Manço'nun şarkılarını da izleyicimizle paylaşacağız bu akşam. Velarda Paqarizi nga OJC-ritëm ka folur rreth këtij organizimi të këtij koncerti, Ritmi i Miqësisë dhe Paqes. Për nder të këtij viti në Turqi është shpallur viti për kujtimit të ndjerit të këngëtarit Barış Manço dhe ka një interesim të jashtëzakonshëm. Jemi duke realizuar koncertin Ritmi i Paqes dhe Miqësisë, i cili është mbështetur nga Instituti Yunus Emre dhe është realizuar me mbështetjen e API Çarşisë. Këtë vit në Turqi është shpallur viti i përkujtimit të këngëtarit të njohur rock i ndjerit Barış Manço dhe Yunus Emre pra na ka mbështet të realizojmë një koncert të tillë, ku në koncert përveç se këngëve të grupit Kapi Ritmin, i kemi dhënë hapësirë edhe ku i kemi përpunuar edhe këngët të këngëtarit Barış Manço. Siç po e shihni, salla është e mbushur, ka një interesim të jashtëzakonshëm. Diku 3 muaj kemi punuar me të rinjt dhe ne përmes jush ju falenderoj edhe trajnerin pra Tolga Kazas, i cili është marrë vazhdimisht në mënyrë intenzive për t'i ushtruar të rinj të talentuar dhe shpresojmë që do të kalojmë një mbrëmje të bukur. Në një natë kur fuqia unifikuese muzikës doli në ballë, të rinjët nga kultura të ndryshme u bashkuan rreth melodive të përbashkëta. Një nga pjesët më të shquara të koncertit ishte repertuari përgatitur në kujtim të Barış Manço, emër i paharrueshëm i muzikës rock. Artistët e rinj përcollën mesazhet e artistit për miqësi, paqe, dashuri dhe vllazëri për audiencën duke interpretuar veprat e njohura të Barış Manço. Veprimtaria e cila u ndoq me dashamirësi të muzikës të gjitha moshave, mori vlerësim të madh nga audienca, kontriboi në forcimin e lidhjeve të miqësisë midis komuniteteve të ndryshme dhe nxitjen e dialogut ndërkulturor. U pëlqye nga mysafirë të shumë që ishin të pranishëm.